vim tek mosvendimi. Çfarë bën mosvendimi? Mosvendimi bën që çdo njëra nga ato figura që u përmendën në relacion të jetë vulnerabël ndaj pezullimit. Dhe nga ana tjetër që kufiri ndarës midis pushteteve të jetë si ato gardet me një vrim ku hyn e dalin qend dhe mint. Këtë bën kjo. Dhe ne këtë nuk mund ta lejojmë. Shumë e thjesht. Dhe kjo nuk ka lidhje fare me asnjë cënim të drejtave që jep pushteti gjyqësor pavarësia që i kemi dhënë ne me vullnetin ton të lirë dhe të pa diskutueshëm pas 100 vjetësh. Dhe që patjetër vazhdojmë ta garantojmë ne dhe do vazhdojmë ta garantojmë deri kur të bëhet një pavarësi e pakthyeshme nga askush. Dhe vendosja e këtij kufiri është shumë e rëndësishme për të përcaktuar edhe një ndarje tjetër që e vëre me keqardhje nuk ekziston në mendjen e shumë kujt. Po pse vetëm pushteti gjyqësor është i pavarur në Shqipëri? Të tjerët janë të gjithë të varur nga pushteti gjyqësor? Jo, kushtetuta e thot ndryshe. Kushtetuta thot ka 3 pushtete të pavarura. Që do thot përveç gjyqësorit është edhe legislativi, edhe ekzekutivi. Tani, për çfarë jemi të pavarur ne në raport me gjyqësorin? Dhe ku gjyqësori nuk duhet ta imagjinoj se mund të hyjë në territorin ton. Kur them ton, kam parasysh ne sot, të tjerët nesër mbas nesh, por kam parasysh pushtetin legislativ dhe pushtetin ekzekutiv që buron nga i pari, por që është i pavarur edhe ky nga i pari. Ne jemi të pavarur në të drejtën për të marrë vendime. Vendimet tona janë sovrane dhe nuk ka prokuror dhe nuk ka gjykatës që t'i vërin diskutim dot. Për sa kohë janë vendime të cilat nuk burojnë nga qëllime të pashpallura. Dhe ai pushtet i pavarur prej nesh është pikërisht për të vigjiluar nëse vendimet tona janë vendime të cilat burojnë vetëm nga qëllimet e shpallura. Për të vigjiluar bazuar mbi prova dhe mbi fakte. Jo për të vigjiluar bazuar në vënien në dyshim të çdo vendimi dhe në marrjen e vendimit të pezullimeve si të ishin simite, njerëzit që pezullohen. Dhe këtu nuk kam fare parasysh rastin konkret të qeverisë, kam parasysh një sër drejtuesish të agjensive shtetërore që janë pezulluar pa asnjë arsye. Duke bërë pezullimin e institucionit psikologjikisht në këtë rast, jo se nuk zëvendësohet dot drejtuesi, sepse drejtuesit janë pezulluar, janë zëvendësuar, po kjo histori e goditjes vazhdueshme të burimeve njerëzore të këtij vendi dhe të administratës së këtij vendi, bazuar në të ashtu quajturin në thojza dyshim të arsyeshëm, është një histori me cilën unë personalisht nuk pajtohem dhe ne nuk mund dhe nuk do pajtohemi. Sepse cënohet pikërisht ajo që thash. Territori i pavarësisë kushtetuese të pushtetit ekzekutiv dhe territori i të drejtave dhe lirive të njerëzve të cilët duhet të qeverisin dhe të administrojnë punët e këtij vendi. Thënë të gjitha këto, kjo nisëm thjesht dhe vetëm adreson boshllëkun mendor të
shoqërisë son po doni, që lidhet me faktin se për shkak se fryma e kushtetutës dhe orientimet themelore të kushtetutës nuk mjaftojnë, praktikat e të gjitha vendeve të cilave ne u ngjajmë apo përpiqemi të ngjajmë dhe më shumë nuk mjaftojnë, atëherë duhet bërë neni me të gjitha përcaktimet funksion për funksion, në mënyrë që mos ketë më mundësi interpretimesh në boshllëk. Kjo është arsyeja pse ne e bëjmë të nen këtë ndryshim. Dhe kush e lidh këtë me rastin konkret, bën një gabim shumë të madh, sepse kjo nuk ka lidhje me rastin konkret. Rasti konkret ka rrugën e vet, nuk ka fare lidhje me pezullimin. Por pezullimi është i papranueshëm. Dhe për këtë arsye, siç e kam shpjeguar në takimin e mëparshëm, ne do merremi me pezullimin për ta refuzuar me vullnetin e shumicës në kuvend ndërhyrjen në territorin kushtetues të pushtetit ekzekutiv. Askush nuk duhet mendoj se ka në dorë dhe gurin dhe arrën për ta goditur këtë shumicë qeverisëse. Kush e mendon kështu e mendon shumë gabim. Ashtu si kundër, askush nuk duhet ta mendoj se kjo mas apo të tjera masa që ne do të marrim në vijim kanë të bëjnë me ndonjë lëkundje të vullnetit ton për të mbështetur pa rezervë pavarësinë e sistemit drejtësisë. Jo. Ne duam një drejtësi të pavarur, fatmirësisht e kemi sot aq të pavarur sa që një prokuror në një rreth lëshon 33 masa arresti dhe harron të arrestojë vetën e vet. Se përveç personit prokurorit që ka lëshuar 33 masa arresti, nuk ka mbetur askush pa arrestuar. Pa filluar gjyqi akoma. Arbitraritet total. Dhe fatmirësisht nuk jam unë që i them këto, unë jam thjesht një zë pasi këto thuen dhe stërthuen nga Këshilli i Europës, nga Komiteti për parandalimin e torturës në Këshillin e Europës, nga raportet e Këshillit e Europës, ku Shqipëria përfaqen më të zezë të gjitha atyre që ja kanë vënë këtë njoll, renditet në fund fare të vendeve jo të Bashkimit Evropian, po të gjithë kontinentit evropian, rrot më rrot me Rusin për paraburgim pa gjyq të njerëzve si të ishin mish për top. 58% e njerëzve që sot janë mbrapa hekurave janë të paraburgosur. Imagjinoni sa të pafajshëm ka aty ndërta. Sigur dhe një prej tyre të jetë i pafajshëm, ky është i problem. Por besoj që probabiliteti është shumë më i lartë se kaq. Futen në paraburgim dhe harrohen brenda.